Ka ndodhur në Bruksel me që e kanë me merak për fytyrën e Shqipërisë në skenën europiane. Iglicarën kam në studio, mirëmëngjes zoti Car, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit. Tani pasi sollëm Kanjen, si na ndihmoi Kanye Westi në deklaratën e përbashkët të Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit Shqipëri-BE dhe amendamenteve që me sa pash edhe eurodeputetët ju thanë bravo që morët Kanjen? Jo, nuk besoj, Madje ju kërkunoj autograf për batut dhe kjo dhe ne me që njësët Kanye Westin, me që ka shumë para Shqipëria, tha dhe buxheti shtetit, me që ju e një vend ka që pasur ta, në krejon edhe në mundësin, tha, në bilet fares. Po, për atë duhet me folë me Zeqinen. Ajo shpërndam ishte. Kërkun kontaktet, besoj që të kenë. Po, le të shpresojmë do kenë qenë. Por për te shakave, çfarë ndodhi në Strasburg gjatë kësaj jave? Tani për të kthyer tek çështjet dhe falenderoj që më këtua. Tani, duhet kuptojnë që KPSA-ja ose Komiteti Parlamentar i Stabilizimit Asociimit është një organizëm i cili është krijuar që në vitin 2010 dhe bën ndërlidhjen ndërmjet Parlamentit Evropian, qeverisë, kuptohet që trajton çështje të ndryshme, ecurinë e Shqipërisë në këto vite kuptohet për antarësimin BE. Bëhen 2 herë në vit. Një herë bëhet në Strasburg takimi, një herë bëhet në Tiranë, të radhë ishte i Strasburgut, dhe kuptohet që ne si opozitë kishim shkuar shumë të përgatitur. Agresiv apo konstruktiv? Të përgatitur, konstruktiv për të mirën, sepse ku bëhet fjalë për takimet të tilla. Unë e thash dhe në fjalën time, nuk shkojmë thjesht për të kritika ndaj Shqipërisë, nuk është kritikë ndaj Shqipërisë. Ne jemi profesorë të Shqipërisë, por gjithashtu kur shkon ose do ta bëj një krahasim të thjeshtë. Ne tani po duam të hymë një shtëpi të madhe, shtëpinë e Bashkimit Evropian. Dhe në momentin që ke edhe një ftesë të tillë që pranohesh për të shkuar në këtë shtëpi, kuptohet që mbi të gjitha duhet të jesh i ndershëm, apo jo, i vërtet, dhe duhet të meritosh. Pra, unë mendoj që Shqipëria nuk duhet marrë diçka që nuk i takon, por të jetë e vërtet. Në këtë kontekst, grupi i opozitës ishte i përgatitur për të bërë dhe amendimet e duara për rezolutën që do të votojë. Kuptohet që çështjet kryesore janë shumë, por ne kishim gjithsesi 35, në total ishin 82 amendamente. Pra nuk është se kishim bërë vetëm ne, por kishim bërë dhe përfaqësues të Parlamentit Evropian. Që do të thotë, çështjet tona kryesore janë ato që ne trajtojmë çdo ditë, apo jo. Si janë marrëdhëniet në një shtet, përderisa themi jemi shtet demokratik, kemi apo jo drejtësi të pavarur, kemi zgjedhje të ndryshme, kemi korrupsion, kemi krimin, kemi apo jo median e lirë, kemi një ekonomi të qëndrueshme, kemi turizëm dhe me radhë arsimin, shëndetësinë dhe gjithë mëra. Zgjedhjet ishin kryesore. Kuptohet që risia do thoya ishte që unë isha për herë të parë në Strasburg dhe bëri përshtypje që të gjitha amendamentet tona kryesore u votuar nga europarlamentarët. Nuk ndodhi e njëjta gjë me Partinë Socialiste, për të gjitha këto që unë fola për këtë çështje, ato kishin votat blok 7 kundër. Pra kuptohet që nuk u miratu. Të gjithë çështjet thelbësore? Të gjitha kundër. Të gjitha kundër në mënyrë absolute dhe ishte për ta rukes sepse fakti është fakt. Tani ato munduan ta shesin si një veprim jo logjik të opozitës, se arritën deri aty tonë që janë kundër antarësimit të Shqipërisë në BE, por që të jesh vërtet dhe të jesh i ndershëm, nuk mund ta thuash, sepse unë nuk mund pranoj dot që të pranoj që kryeministri im është i ndershëm, qeveria po punon mirë, vetëm edhe të bëhem mashtrues ndaj përfaqësuesve të Parlamentit Evropian që të marr notë të mirë. Jo, e vërteta, për Shqipërinë janë këto që unë thash. Pra ne sot nuk kemi një parlament që funksionon dhe një nga amendamentet që ne kishim pikërisht për funksionimin e parlamentit. Ne të gjithë dinë që ne kemi kërkuar 11 interpelanca me kryeministrin dhe kemi realizuar 0. Kemi kërkuar 5 komisione hetimore dhe kemi realizuar 0. Kuptohet që shpesh forca e kartonit ndel prevalon, pa diskutim, dhe edhe aq më tepër kërkuam që edhe protestat që po krijohen që sot e përshëndesin protestën pa diskutim. Ose padet konflikte edhe në komisionin e jashtëm, edhe për disa nga çështjet e trajtuara në protestë. Dhe ato ishin hermetik, nuk pranonin asnjë nga këto mazhoranca. Pyetja e vërtetë është kjo, Sara. A ka një ndryshim të europarlamentarët ndaj opozitës dhe ndaj çështjes Shqipëria? Fakti që dhe ndaj qeverisë Rama që e kanë llastuar dhe përkëdhelur për vite me radhë? Për të qenë
nga ajo që unë konstatoj, ato absolutisht ishin kritik në qeverisë, madje ju edhe i keni dhënë pamjet edhe disa nga fjalimet e europarlamentarëve, ato ishin kritik ndaj disa çështjeve dhe prandaj dhe votuan pro rezolutave të opozitës, pikërisht sepse nuk pranonin Rama në mendimin tim. Është zbehur pafundësisht, mos them që paktën me ato kontakte që unë pata, nuk kam më forcën për të qenë me kryeministri profesorës së Shqipërisë. Çfarë do thotë kjo? Që do thotë që përderisa të gjitha çështjet në 35 amendamentet tona, që kishin të bënin pikërisht me çështjet kryesore, që po i përmend nga e para edhe për publikun, ku ne kemi një drejtësi e cila nuk funksionon, ku kemi krimin që prevalon, ku ekonomia jon është në rënje, them në rënje sepse bazamenti kryesor është ndërtimi dhe pastrimi i parave të pista. Ku kemi një ekonomia në rënje. Eksakt, ku kemi një bujësi që nga 20% e prodhimit brendshëm brut ka shkuar në 15, kur kemi një ekonomi të cilë eksportet janë gjithashtu në rënje, kur kemi një shëndetësi gjithashtu që performon keq, arsimin, të gjitha me radhë, të gjitha nuk dëgjova. Paktën mund të kthehemi të gjithë asnjë fjalë të mirë nga europarlamentarët për qeverisën shqiptare. Kjo do të thotë që kuptohet që Kjo ishte hera parë që ndodhte? Nuk di të them për atë, por nuk dëgjova asnjë fjalë. Madje Tarkuino, presidenti ose kryetari i KPS-s aty, kur arritëm në një diskutim për mediat, ai ishte shumë kritik dhe me të gjitha tha nuk mjaftonta që për mediat flasim, tha dhe të themi, tha që janë të lira, tha se ligjet mund të shkruan. Puna është sa zbatohen në Shqipëri, tha. Pra kuptohet që nuk kupton që nuk kemi zbatim ose nuk kemi liri të medias në Shqipëri. Të gjitha këto, paktën në perceptimin tim është që Rama sot, pavarësisht se është kryeministri i Shqipërisë, nuk mundet dot që të pranohet. Dhe unë besoj që nuk është faj i opozitës, nuk është faj i shqiptarëve, është faj i kësaj qeverie që sot pavarësisht propagandës madhe, pavarësisht parave të shpenzuar nga buxheti i shtetit për këtë propagandë apo kenues për ta ngritur Shqipërinë sipas tij në nivele të larta, unë besoj që në sytë e evropianëve tani më e vërteta dihet dhe është në fakt kjo është më e mirë, duhet të jemi të ndershëm, sepse po e përsëris, nëse unë kritikoj qeverinë nuk është se kritikoj Shqipërinë. Duhet të jemi të qartë, sepse nuk mund të shkojmë në një shtëpi të madhe, të shkojmë si mashtrues, si njerëz të cilët si ileqar. Duhet të qasim i Europës, duhet të afrohemi në Europë, duke qenë të ndershëm, të vërtet, ta meritojmë atë vend, ashtu siç duhet. Se ndryshe, ti mund të mashtrosh për një moment, siç ka mashtruar shpesh Rama në këto vite, por e vërteta del. A është ky momenti e fundit kjo, i revanshit diplomatik të Partisë Demokratike? Tani më nuk keni as pengesën e non-gratës, pranohen amendamentet tuaja, ju beson gati Europa për gjërat që deri dje thoshte nuk do e besojmë të denunциmin tuaj se është i pabesueshëm, është e pamundur që të ndodhë. Konstatimi juaj Flavio është vërtet. Kishin një qasje tjetër, paktën me kontaktet që patëm, ato tani më e dëgjoni me vëmendje opozitën. Fakti që miratuan të gjithë rezolutat e opozitës është një tregues i fortë. Sepse ato kuptohet që janë diplomatë, nuk do mbajnë hapur krahun tuaj. Nuk mbajnë hapur, por fakti që bën një veprim të tillë Ramës. Dikur. Këtë të radhë nuk konstatova diçka të tillë. Sepse fakti që pranuan që ne kemi probleme në gjithë të fusha që unë thash, do të thotë që ato nuk janë dakord me qeverisjen e Ramës dhe mënyrën se kanë ndyrë. Sepse ato kishin një problem shumë, unë preka edhe në fjalën time. Pushteti ka kaluar në një dorë. Pra, pikërisht ajo që nga ato kërkohet pavarësia e pushteteve në demokraci, ato e pan të cënuar, e pan tek media, e pan tek ajo që unë të gjithë ne e tham, ka ndërhyrë fuqishëm, edhe ka marrë dhe pushtetin vendor, pra tani ka ndërhyrë të pushtetin vendor, ke leje të ndërtimit, ke ajo, ke mënyra, pra po të shohësh Ramën, sot është kryebashkiaku i Shqipërisë. Ka bërë ligje me porosi për miqtë e tij, apo jo, që projekton dhe ndërton vetë, mjafton të faktin që për ironit fatit e kanë nxjerrë dhe vetë faktin, 523 projekte zhvillimore dhe rezortesh. Dhe promovon. Dhe vetëm vlera e projekteve, sikur ti llogarisim nga 1.5 deri në 4 milionë euro që projekt. Po të llogarisim 2 pra janë rreth 1 miliard euro, vetëm projekte pa llogaritur sa shkon vlera e zhvillimit, tregon që ti ke marrë dhe një detyrë që s'e takon, se është detyrë për shtetit lokal që ti nuk mund t'i marrësh të gjithë Shqipërinë të japësh leje të ndërtimit.
Sepse pastaj mos bëjmë zgjedhje lokale dhe pastaj të ndryshojmë dhe kushtetutën, ta heqim dhe pushtetin vendor, të heqim dhe i bëjmë arkitektit, që shpallun mbret edhe shpallin mbret dhe mbyllim këtu dhe pastaj të vazhdojë familjarisht. Si vijon aksioni i PD-s pas këtij momenti dhe a mendoni se do të ketë veprime konkrete nga ana e Bashkimit Evropian në raport me ju dhe me Shqipërinë pas miratimit të amendamenteve tuaja? Ato amendament, por rezoluta nuk u votua, se duhet nuk votua. Pra që se ndofta mos kemi konfuzion. Amendamentet ishin pro nesh, por rezoluta për arsye se Partia Socialiste nuk votoi disa prej tyre nga ato që unë tash, kuptohet që rezoluta nuk mund të votojë në fund. Por kuptohet që do ketë një qesë ndryshe, do mendoj që opozita tani, unë kam thënë gjithmonë në fakt, opozita nuk mund të bësh vetëm një, opozita është në shumë plane dhe në shumë drejtime. Do vazhdosh opozitën kuptohet në raport me ndërkombëtarët, me Parlamentin Evropian, në Shqipëri, me njerëzit, me takime, me organizim të brendshëm, jam gjithmonë kundër bojkotit. Opozita nuk mund të rriqet. Tërheqja bojkoti, në mendimin tim, nuk është e shëndetshme kur për opozitën. Fush betejë nuk lehet kur bësh. Mesazh i mirë këtu, faleminderit Iglicara, mbyllim këtu miq të dashur ka vështirë për ditën e sotme, bashkë shihemi nesër. Deri atëherë, kujdes biletat e koncertit.